Skandal ushqimor në Shqipëri. Zbulohen 1500 kg pluhur bajamesh toksik me acid hidrocianik që shpërbën çdo qelisë të trupit dhe e shkatërron totalisht trupin. Po vrisni njerëzit dhe nuk e keni kuptuar ende. Kam filluar që në vitin 2011 me emisionin Enigma, por ende nuk e kanë kuptuar. Disa njerëz veç thjesht për një grusht para vazhdojnë me këto pislëqe. Dhe nuk po e kuptojnë ende që nuk po vrasin vetëm atë tjetrin, sepse ai tjetri pastaj ka disa të tjerë që ja u hedhin domateve, të tjerë ja hedhin miellit, të tjerë akoma ja hedhin produkteve të tjera, ushqimeve të tjera dhe po shkatërroni, po vrisni njerëzit, po shkatërroni shqiptarin, po i vrisni shqiptarët, o njerëz, po i vrisni. Për ata që nuk e din, para pak ditësh janë kapur ose janë zbuluar, sepse nuk u kapën, janë zbuluar 1500 kilogram pluhur toksik prej bajamesh. Pluhur bajamesh toksik me acid hidrocianik. Dhe ky është importuar nga Franca. Por e bukur është që është importuar nga Franca nga 3 kompani që janë 2 prej tyre shqiptare. Nga Nerëndzat SHPK, nga Albanian Smart Distribution dhe nga Alta Group. Alta Group, me sa e kuptova, është spanjolle dhe nuk i intereson fare. Mirë po 2 të tjerat janë shqiptare. Vetëm një nga këto kompani, pra Nerëndza, me sa kuptova, është përgjigjur dhe ka thënë që e kemi marrë të dokumentuar produktin. Po atëre, kush e hodhi acidin hidrocianik në pluhurin e bajameve? Kush e hodhi këtë? Dhe tjetra, u kapën vetëm, ose mirë u sekuestruan vetëm 42 kg. Po 1460 kg. Ku shkuan? Janë shpërndar, pra shpërndar ky lloj pluhuri në Vlorë, në Fier, në Tiranë, në Durrës, pra në qytetet më të rëndësishme. Para pak kohësh, nëse mbani mend, kisha bërë një video ku thosha që Shqipëria është vendi i parë në botë për mungesën e fertilitetit dhe për problemet e produkteve ushqimore që janë të pakontrolluara, nuk ka kontroll. Merreni me mend. Këtë lajm e kanë dhënë edhe në Shqipëri, por jo kaq shumë sa Italia. Italia po shqetësohet për qytetarët që gjenden, pra qytetarët e saj që gjenden në Shqipëri, që jetojnë në Vlorë kryesisht. Pra Italia ka bërë bujë të madhe me këtë lajmin, ditët e fundit e gjeni gjithandej për këtë pluhurin e bajameve toksik, sepse shqetësohet për qytetarët e vet. Më kuptoni apo jo? Pra Italia që këtu shqetësohet në Shqipëri për qytetarët e vet, për shëndetin e qytetarëve të vet, kurse Shqipëria po vrasin njëri tjetrin. Më thoni nëse ka sens një gjë e tillë. Më thoni. Sepse, e përsëris edhe njerë, disa, për shembull, ai grosisti, si quhet, ai që bën distributorin e madh, ai kujton sepse ndoshta nuk e di, ndoshta e ka bler diku dhe atje ja kanë hedhur, që të zhdukin shqiptarët, ndoshta, dhe ai nuk e di. Por bën kërkime laboratorike, duhen bërë teste. Dikush ajo do thotë, po mirë më, ai që ka biznesin e madh, çfarë do bëjë, gjithmonë teste? Në Itali bën teste çdo ditë për çdo produkt. Bile ka dhe teste të shpejta. Janë disa lloj testesh që ti e vendos aty, me një fjalë është një tester, janë këta testerat ushqimor që janë të shpejtë. Të paktën me atë. Apo nuk u leverdis, sepse tashmë e kanë paguar dhe duhet kohë pastaj t'ja u kthejnë mbrapa, të kthejnë paratë, ku ta di unë. Për këtë? Atëre, dakord, sepse ju me pluhurin toksik ja u hodhët atyre të miellit dhe ata të miellit me miellin e ndotur ja u hedhin juve. Pastaj janë ata të domateve që duke hedhur pislëqe brenda apo zarzavateve ja u hedhin të dyve këtyre e kështu me radhë. Po shfarosni farën shqiptare. Po e shfarosni. Nuk po e kuptoni ende. Përse? Për një grusht para. Që, të them dhe diçka, sa i mjaftojnë një njeriu për të jetuar mirë? Sa lek i mjaftojnë? Sa lek më? E kemi provuar që të gjithë. Mjafton si kur ti të kesh një bazë, parafërsisht 50, maksimumi 70.000 euro në vit dhe kalon shkëlqyeshëm.
mund të pagosh që të gjitha taksat, mund të pagosh të gjitha shërbimet, mund të shkosh me pushim, mund të bësh të duash. Çfarë shkakton acidi hidrocianik? Tani po ja u tregoj. Fillimisht fillon me të vjella, pastaj me marrje menç, pastaj me probleme trupore. Ky është momenti i parë. Pastaj dhe probleme të tjera me urinën, me frymarrjen, pra dhe probleme të rënda me frymarrjen, dhe ky është tash vetëm fillimi. Pastaj fillojnë problemet e tjera. I shkatërron qelizat e trupit, derisa shkakton sëmundje të rënda të pa kurueshme, kancer edhe disa probleme të mëdha. Madje edhe infarkte të menjëhershme. Pra merreni me mend, 1500 kg pluhur toksik i shpërndar në Shqipëri. Sa familje kanë marrë? Sa familje kanë përdorur atë pluhur? Fëmijë, familje që duan vetëm thjesht të mbijetojnë. Është turp i madh që përveç këtyre që nuk e çajnë kokën fare këto kompani, por teste laboratorike të shtetit. Autoritetet duhet të marrin masa të menjëhershme. Këtu duhet të futen në burg njerëzit, jo për energji elektrike, që të pasurohen politikanët dhe budallëq e tjera. Këtu, sepse po vrasin njerëzit. Ky është problemi kryesor. Para pak kohësh, nëse mbani mend, në janar të këtij viti, zbuluan edhe çokolata të ndotura. Çokolata me myk dhe të ndotura. Nuk foli askush. Unë lexoj për ditë, por nuk mund t'i publikoj për ditë këto informacione, sepse njerëzit pastaj bëhen boring. Kështu thon disa. Disa thon, po na çmendem gjithmonë me këto, me negativitete. Se njerëzit duan vetëm tallava, duan vetëm filmat, këto telefilmat turk, dhe të fusin nga një raki dhe nga një birë dhe u kënaqen. Nuk po e kuptojnë që këto informacione janë për ju, o njerëz. Janë për ju. Se po ju vrasin dhe nuk po e kuptoni. Kush tjetër do t'ja u thot? Kush? Më thoni një që t'ja u thot. Dikush merret me gurët, dikush merret me politikanët, dikush merret me pislëqe të tjera, me drogra apo ku ta di unë, dhe askush nuk u thot informacione të tilla. Këto janë informacione, sepse kanë të bëjnë me jetën. Para pakosh edhe disa me budallëq e tjera që kishin flok në për ushqime. Ato farat e ndotura, mielli i ndotur. Pra ka një listë pafund vetëm në këtë vit, po flas vetëm në këtë vit. Dhe para një vit e gjysmë, bota klasifikonte Shqipërinë vendin e parë në të gjithë rrezullin që ka mungesë fertiliteti dhe po zhduket fara e shqiptarëve. Është vendi me përqindjen më të lartë të zhdukjes. Dhe ende njerëzit nuk e kuptojnë. Problemi nuk është nga ushqimet që vinë nga Bolivia, apo nga Kazakistani, apo ku ta di unë, apo nga vende tjera, si për shembull edhe ky nga Spanja. Nuk është ky problemi kryesor, pra ato që importojmë. Por është problemi kryesor i njerëzve në vend. I njerëzve që jetojnë, i juve që jetoni në Shqipëri. Problemi kryesor është aty. Pra mes njëri tjetrit, sepse nëse do të ndërgjegjësohet secili, atëre diçka do të ndryshojë. Do të shpëtoni vetveten në radhë parë, dhe pastaj edhe fëmijët tuaj. Megjithatë, unë aq sa mundem ju informoj. Pres komentet tuaja dhe ndajini këto informacione. Kalofshi bukur.